Në Shqipëri, qindra fëmijë të prekur nga talasemia varen çdo muaj nga nevoja jetike për gjak. Pa transfuzionet e rregullta, jeta e tyre rrezikohet. Ndaj sigurimi i vazhdueshëm i njësive të gjakut mbetet një sfidë e madhe, si për sistemin shëndetësor, ashtu edhe për familjet e tyre. Për t'u ardhur në ndihmë pacientëve talasemik, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë në bashkëpunim me Kryqen e Kuq Shqiptar po zhvillon një fushatë të përhershme dhurimi gjakut në xhamitë dhe qytetet kryesore të vendit. Përfaqësues të komunitetit mysliman theksojnë se dhurimi i gjakut nga besimtarët është jo vetëm një akt fetar, por mbi të gjitha një akt humanizmi dhe solidariteti për ata që kanë nevojë jetike për gjak çdo javë. Kjo është një fushatë e cila është shtrirë gjatë gjithë vitit, ku në më shumë se po themi mbi 30 myslinit të cilat ndodhen në të gjithë Shqipërinë, ka vazhduar kjo fushatë, jo vetëm këtu në Tiranë që është edhe pjesa më e madhe, por në qytetet e tjera. Dhe shohim një interesim edhe një kontribut goxha të madh të besimtarëve, të cilët janë jo vetëm frekuentues të xhamive, por edhe kontribues të vazhdueshëm në xhami të ndryshme të gjithë Shqipërisë. Sipas të dhënave, gjatë vitit të fundit, besimtarët mysliman kanë siguruar rreth 500 njësi gjaku, fal dhurimeve të rregullta të organizuara çdo javë në xhamitë e Tiranës dhe në qytetet e tjera të vendit. Rreth 500 qese njësi gjaku në vit, ndërsa është një shifër goxha shpresdhënëse dhe mendoj se edhe për vitin tjetër mendoj se do jetë përsëri një lloj dëshire për të kontribuar. Jemi tamam në atë rreshtimin e dur se duhet me dhënë shpresë njerëzve, jo vetëm për aktin e mirëfillt në cilin ne flasim, por edhe si një vepër e duhet razatoj në këtë lloj shoqërie që duhet të jemi ndihmë të atyre që janë nevojë. Çdo të premte, 10 besimtar i bashkohen thirrjes për të dhuruar gjak, duke ndihmuar në përmbushjen e një nevoje të madhe për këtë grup pacientësh, të cilët prej vitesh përballen me mungesa të vazhdueshme.